Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të gjitha falenderimet, lavdërimet, përuljet, adhurimet janë për Allahun krijuesin ton, kurse salavatet, selamat, përshëndetjet më të mira Muhammedit alayhi salam. Të nderuar vëllezër të pranishëm, vazhdojmë me ligjëratën e radhës, e cila flet për rrugën e xhennetit. Dietarët islam temën e radhës të cilën e kanë radhit kur kanë folë për rrugën e xhennetit është tema morali i mirë. Morali i mirë është pjesë e rrugës së xhennetit. E kena përmend gjumon e kalume kur kena folë për devotshmërinë, takvallakun, kena thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është pyet cila punë mas shumë të ishte njerëzit në xhennet, ai ka thonë takwallahi wa husnul khuluqi. Mas shumë të në xhennet do të hynë ata njerëz që janë të devotshëm, e kena shpjegu çka është i devotshëm, dhe ata njerëz që kanë moral të mirë. Për të devotshmit kena shpjegu javën e kalume, sot po shpjegojmë për ata të cilët kanë moral të mirë. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam pra na pas ka thonë se mas shumë të në xhennet do të hynë ata të cilët e kanë moralin e mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Jam dërgu pejgamber, jam dërgu tek ju, tek ummeti ynë, për të tregu dhe për ta përsos moralin e mirë, që ta përmbushi pra kuptimin e moralit. Nëse don me shiku një njeri i cili është i moralshëm në të gjitha aspektet, një njeri i cili është i sjellshëm, i mirë, flet mirë, është shembull sa i përket moralit, ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai tha u dërgova që t'ja dha kuptimin e kësaj fjale, që t'a dha kuptimin e moralit. Allahu jo rastisht tha në Kur'an: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Vërtet ti o Muhammed je në një shkollë të lartë të moralit, shembull për moral. Allahu përmes Kur'anit na këshilloi se si t'jetojmë në jetën e kësaj bote dhe si ta fitojmë botën tjetër. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur është përshkruar se çfarë njeriu ka qenë, Aisha radiallahu anha ka thonë: "Kana khuluquhu al-Qur'an." Morali pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë Kur'ani. Ai ishte Kur'an i gjallë. Ibn Kaimi, një dietar i madh i Islamit, ka thonë: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është dallu për arsye se kur e kena shpjegu devotshmërinë e cila të afron tek Zoti i Madhnushëm dhe të ban zgjidhja Allahu kur jenë momentet më të vështira, nëse ti je i devotshëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka posedu devotshmërinë dhe e ka arrit kënaqësinë e Allahut. Është bë i dashur i Allahut. Gjithashtu, pejgamberi ishte shembulli më i mirë i moralit të mirë. Ishte shembulli më i mirë që ka shkelën sipërfaqen e tokës për moral. Dhe me këtë ai arriti kënaqësinë, dashurinë e njerëzve. Ishte i vetëm kur tha la ilaha illa Allah. E tash bota numëron rreth 2 miliard njerëz të cilët thonë la ilaha illa Allah. Për arsye se ai ishte i devotshëm, e tha këtë fjalë me devotshmëri, e përmbushi misionin e tij, e përsosi misionin e tij, edhe ishte i moralshëm dhe për shkak të moralit të tij e fitoi dashninë e njerëzve, edhe të armiqve të tij. E Ibn Kaimi ka thonë: një njeri i cili është i devotshëm
do ta fitoj kënaqësinë e Allahut. Dhe një njeri I cili është I moralshëm do ta dojë njerëzit, do ta fitoj dashurinë e njerëzve në jetën e kësaj bote. Transmeton Ahmedi dhe Ebu Davudi hadithin e saktë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: innal mu'mina yudriku bi husni khuluqihi darajati qa'imil layli wa sa'imil nahari. Ky hadith meriton mu regjistru në kokën e secilit prej nesh. Secili që e dëgjon këtë hadith do të me analizu mirë. Pejgamberi I Zotit sallallahu alaihi wasallam po thot, besimtari I cili ka moral të mirë, ai njeri I cili ka moral të mirë, I shkruhen sevape sikur t'jetë falur tër natën dhe sikur t'ket agjëru tër ditën. Ai njeri pra I cili ka sjellje të mirë, është I drejtë, nuk ban pa drejtësi, munohet me fol të vërtetën, munohet me qenë I moralshëm. Ai njeri për çdo moment I shënohet sikur është duke u fal tër natën. Sevapin e tër natës që falesh, I shënohet sevap atij për çdo moment dhe gjithashtu sikur me agjëru tër ditën. Pra morali ka kuptim të madh, vlerë të madhe, rëndësi të madhe në Islam. Transmeton gjithashtu Ahmedi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: athqala shay'in fil mizani yawm al-qiyamati al-khuluqu al-hasanu. Në ditën e gjykimit kur do të dalim para Allahut, peshorja e veprave tona mas shumë të rëndohet nëse kemi moral të mirë. Peshorja e veprave të mira rëndohet shumë nëse ja shton moralin e mirë. E Allah në Kur'an ka thonë, e dini surën prej surëve të fundit: "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah." Ati që do t'i rëndohet peshorja e veprave të mira, pra kur I shtohet morali I mirë, ajo rëndohet. Allahu po thot, ati që I rëndohet peshorja, që ka moral të mirë, ai do t'jetë në një jetë të kënaqshme, pra në xhennet. Prandaj është temë prej temave që e shpjegon rrugën e xhenetit. Pastaj, faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, me një ajet tjetër. Ati që I rëndohet peshorja, ai do t'jetë prej të shpëtuarve. Pejgamberi Allahu gjithashtu ka thonë, njerëzit më të dashur tek Allahu janë ata të cilët kanë moral të mirë. Dhe jo vetëm tek Allahu, po edhe tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se ai ka thonë, në ditën e gjykimit, njerëzit më të dashur për mua, edhe mas ofërtit që kanë mu afru mua si pejgamber, kanë me qenë ata njerëz të cilët kishin moral të mirë në jetën e kësaj bote. Nëse analizojmë dinin ton Islam, fejen ton islame, krejt Islami është moral, krejt Islami është sjellje e mirë, drejtësi. Nëse ti e sheh që muslimanët janë shembull I keq I sjelljes, shembull I keq I moralit, shembull I keq I qeverisjes, shembull I keq I sjelljes me njerëzit e tjerë, me Allahun, shembull I keq, shem beturina në rrugë ku jetojnë ata, gjëra të këqija në një mes ku ka musliman, ata janë musliman tepër pak. Ata emrin e kanë musliman, po në të vërtet, ata janë shumë larg prej Islamit. Sepse Islami do të thot drejtësi, do të thot moral, pastërti, sjellje e mirë, fjalë të mira. Nëse ti sheh që një musliman flet fjalë të këqija, sillet keq, sillet vrasht, përleshet me tjerë, I përgojon tjerët, ban pa drejtësi, ai edhe nëse 5 vakte e tër natën falet, ai shumë pak ka marrë prej Islamit. E pse është dini ju në krejt moral? Dietarët Islam kanë thonë, namazin nëse e marrmi, Allahu ka thonë për namazin, namazit largon prej të këqijave. Nëse nuk I largu prej të këqijave, ai namaz është I kotë. Agjerimi e keni dëgju shpesh çdo Ramazan kur flitet për agjerimin.
Ai njeri I cili agjeron, por nuk I le fjalë të kota, sjelljen e keqe, punë të këqija, ai kot ka nejt und, hadith. Pastaj zekati. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Merr prej zekatit një pjesë pasurisë me dhon zekat, pse? Tutahhirhum wa tuzakkihim biha, që të pastrohen ata. Mu pastru, mu bo ma I mirë, mu pastru prej të ligave, me ushtu bereqeti. Pro krejt lidhet me moralin. Pastaj hoxhi. Allahu në Kur'an tha, ai cili është në hax, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. As mos ful fjalë të këqija, as mos të grindet, as mos bën debate të kota, po të cilët mirë. Për ndryshe ai hax s'ka vlerë. Pro krejt këtu dispozitat e Islamit lidhen me moralin. Morali do më thonë është numër 1. Pastaj martesa, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nëse martoheni, silluni mirë me gratë juaja. Silluni mirë, secili prej jush le të sillet mirë me gruan e tij. Ajet kuranor. Secila dispozit në Islam lidhet me moralin. Pra Islami ka ardhur edhe shërben çdo herë, çdo moment për pastrimin e shpirtit, forcimin e moralit, vetveten tonë edhe ndër njerëz, rregullimin e shoqërive mbi parimet e moralit të mirë, për hapjen e mirësisë, drejtësisë mes shoqërive të ndryshme. Pra Islami ka ardhur për krejt këtu, për luftimin e të keqës, luftimin e shturjes, shpëtimi I secilës shoqëri. Shpëtimi I secilës shoqëri është tek morali. Nëse një shoqëri nuk ka moral të mirë, ajo shoqëri është e humbur. Nëse një shoqëri ka moral të mirë, ajo shoqëri është përparimtare. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra ishte shembulli më I mirë që duhet me ndjek, e sidomos për moralin. Allahu ka mujt mi thon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam plot veti të mira. Po në Kur'an tha, wa innaka la'ala khuluqin azim. Për moral është në kulminacionin e moralit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E na nëse jena pasus të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të me këqyr se so jena të moralshëm, so jena të sjellshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmeton Buhariu. Enesi radiallahu anhu ishte një shoqërues I pejgamberit për vite të tëra. Përderisa e ka ditë që Enesi o të shoqëru pejgamberin alaihi salam veç për me mësu për mirë, edhe për mu bo ma I mirë. Shpesh herë ka ndodhur kur ai ndonjë punë nuk e ka bo bash në rregull, amo një jetën e ka pos të pastërt, të mirë. Thot Enesi, mbi 10 vite shoqërim për çdo moment me to, sa herë që kum punu në I vepër, s'ka mujt çdo vepër e jam ja mu kon mirë. Kur nuk më ka thonë pse e bone qështo, do të me bo ma ndryshe, sepse e ka ditë që një jetën e kam të mirë. Edhe ka dal për misona. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pos kujdes edhe sjellje me urtësi ndaj secilit njeri. Reagim me urtësi ndaj secilit njeri. Po ka pos raste, thot Enesi, që edhe e kum lënë ai vepër, nuk e kum bon. E ma vonë e kum kuptu që është dosht me bon. Amo pejgamberi ka qenë me mua alaihi salam, edhe s'm ka thonë pse se bone. Do më thonë, ka ditë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe kur me kritiku, edhe kur mos me kritiku. Për atë arsye kur filloi shpallja, ai u ndi në siklet madh, sepse po I zbriste një fjalë e madhe, Kur'ani. Hatijja radiallahu anha ja tha një fjalë. Wallahi tha, kur ty e nuk të hub Zoti, s'ka mundësi ti me humb. S'ka mundësi ti me dështu. Pse? Sepse ti ke sjellje të mirë, moral të mirë, ju vetëm ndaj besimtarëve dhe ndaj atyre që të bojnë mirë,
por edhe ndaj armikut të sillesh mirë dhe sillesh drejt. Do më thonë, ko x raste kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të tjerët e kanë sulmu pejgamberin, e i kanë bo keq, e janë sill keq, ai është sill me sjellje tepër të mirë. Është sill me sjellje më të mirë se sa na sot që sillemi ndaj atyre që na bojnë mirë. Ai është sill më mirë edhe ndaj atyre që i ka bo keq. Më mirë se sa na që sillemi ndaj atyre që na bojnë mirë. Ky ishte shembulli i moralit, pra pejgamberi alayhi salatu wassalam. E na do të mu krahasu edhe me po vetveten se ku jemi. Aliu radiallahu anhu, pastaj sahabët kanë qenë krejt shembuj që duhet mi ndjek. Ishte duke ligjëruar në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe erdhi një person, e fyti, e shojti, çka unë ja e zezi, tha. Ai e vazhdoi dersin, kur e përfundoi, para të gjithëve i tha atij personi: nëse është e vërtet kjo që mu drejtove mu, si një njeri keq, më fyte, më ofendove, më kritikove ran, Allahu më falt mu. Amo nëse s'është e vërtet, Allahu të fal ty. Qeni sjellje e mirë, e moralit mirë, se si du të me kundër reagu ndaj dikujt që të reagon ty. E paramenon na hoxhëllort me po më na reagu na i kosh. Me njëherë ofendujna ose shtina njerëz tjerë. Ato sa ma shumë me bojkotu. Pse se na e nina vetin që na jena dikushe, s'dohet ata më na ofendu neve, unë jam dikushe. Do me thonë, nëse pak menon edhe të shkon menja kjo fjallën që e përdur me na, ej, aj më thonë mu e qështu, ose ti po më drejtu është mu, pa dikush jeti, që aty përfundoj islamit. Me qëton, se islami krejt është me luftu qëton. Ti mos me menu për veti, tjerë let mendojnë që ti je mirë, ama ti për veti mos mendo që je dikushi, sepse përfundon islami, morali islamit tanë. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم.